Përshëndetje miq të televizionit tonë, mirë se vë takohet kësaj radhe. Ju jeni duke u shoqëruar me emisionin për traditat tona, ku sot afër vetes kam Agjen Ramar, me cilin do diskutojmë për pleqnit që janë bërë dikur. Pat përshëndetje dhe mirë se erdhët në televizionin tonë. Mirë se u qeta, Zoti u dhash të mbarën, kom të nëndësit madhe që pesho ju të rritë, po interesohi për një histori të kombit tonë, cila ekziston pesë, ekziston kombi, po ma mërmendja që s'ka mu shduk të këthejnë që kombi, ajo dhe i ditë kiametit. A na tregon pak se për çka jëm mbledh burrat këtyne herë? Për çka janë bu pleqnit? Paj, atëherë dhe sot ka shumë pleqni, shumë llojesh, edhe o dasht me pleqnua çdo pamarrëveshje cila konë mes dy personave, ose mes dy familjeve, ose mes dy fiseve. Të trija kanë ekzistua, por ka pas katresa që janë bëha dhe mes familjes. Pleqnit janë të ndryshme, po e kanë vetëm një qëllim, pleqnari e ka vetëm një qëllim kur lidhen një sobë, qëllimi i tyre është për me krye punë, për mi zhduk ato pa marrëveshje, për me ardh deri te marrëveshja, por mundi me thonë që në këtë karierën teme në periudhën kohë gjatë madhe, një 80% i kom pas sukseshme, me shokë që jom shkua, 20% nuk ke mujt me krye punë. Por ajo është një jetë e përditshme, cila a nuk kem ditë me ja gjetë diagnozen, a nuk kem pas, se plaku mos pas autoritet të vendi ku shkon, ai është shumë i pa përshtatshëm, po edhe nuk ka sukses. E ky pleqnari ku shkon? Pleqnari, vetë fjala pleqnar është një njeri i cili merret me probleme cilë t'ja lypin shoqënia ose për me kon pleqnar ai duhet me pas autoritet. Autoritet mos parit, duhet me pas në shtëpi vetën. Atëherë në Kojshillakën rreth, atëherë rrethina edhe qyteti, po edhe dikur si që shteti jonë edhe shteti me të ngjoftë në Kosht, nuk është pak. E dyta pleqnari mos pas tradit. Ajo është bashkë si kur gurra që qetë një javë ditë ujë edhe atëherë në shishterët. Unë mundi më thonë që jam i teti brez një mas tjetrit, i cili e trashigon pleqnin, po jam i vetmi, cili nuk është shkua mbas kanunit me jalon baba djalit, po mua ma kalon migja. Në pej tetëve, pej ati veselit më të parit, edhe të une, i vetmi jam cili, se është shkua trashigimia djal mas djalit, baba ja kalon djalit, une jam i vetmi aj që ma kalon migja pleqnin, se babe nuk o kom pas pleqnar, nuk o marrë me pleqni, e migja o kon një pleqnar, pej pleqnarve Bajramshari, pej pleqnarve pak më të njoftu në rrëthin, e aj i ka pas 8 djelë, po ka thonë, jo, unë do me prish ligjin, unë do me jalon djelit vllaute me kalon. Qartu që unë merrena me pleqni, pej 74-ës, mos pari që e kom pas o kon një rast në vrasje, atë në shqeshtu me rend, po thomë shumë vende kem pas sukses, diku edhe nuk kem pas sukses. E ku i kanë bo këto muhabete, ose ku i bojnë sot burrat që mbledhen? Sa vetë duhet mu mbledh për me pleqnu një punë? Paj universiteti i kombit shqiptarë kanë oda. Edhe sot. Edhe sot. Apo i shohëm edhe politikanë tonë sot, kur po vje zorit, duhet më shkuat të pleqnartë me i kryje në për ocës, po mundi në për kabinetë me i kryje. Pleqnia o bo në universitet kombit, e universiteti kombit është oda. Jonë konë vendet e caktuame, në çdo vend jonë konë odat e burrave, se s'ka pas shpicë, se ka pas odën e burrave, bas kapacitetit, sa konë i varfune ka pas odën pak më të vogël, në koftë konë më pasonike, ka pas odën më të madhe, ka bo lazem që nuk jem shkuat bashkë në, po e kem zgjidhë odën dikun katun të jonë konë edhe, po ajo është tash me ba i grim shaka, kem ditë që qatë na do të ku shkojmë, në koftë më pasonik, ne ba më mirë muhabet, ne bje kryet e kingjit, ne bje shpatullën, ne bje, në koftë konë më i vorfun, ne ka pru një co bukë dhe diqka, po pa bukës ne ka lëshua,
Po, këta është pak ma hi, po edhe qashtu edhe në kanë. Sot janë pak të ndrueme se janë hup traditat e odave në një shumis, po ka, si do mëse në Dukaqin ka shumë odat mira. Por, po blidhen janë vendet të caktuame, diku mundet me kanë edhe në Farkafes që është e përshtatshme për atë punë, dhe bon bisedat edhe bon, po një shumit si bojmë edhe sot në peroda. Njëra pe kënë odave jam edhe ashtë edhe ku jem sot. E sa kanë zgjatë këto muhabete? Sa seanca nëse kishë mujtë me qujtë, ku një farë lloj gjyqi, një farë lloj drejtësie është nda, është gjetë një fajtor? Po, pleqnari e ka me detyrë me lyp shkakun e jo dëresin. Këtu është edhe dallimi mes gjykatësit edhe pleqnarit. Gjykatësi e ka me qëllim me ardhë të dëresit, taj që e ka bo punën, me gjykua ato edhe ai nuk hinë më larkë. Pleqnari e ka qëllimin me ardhë të shkaku që ka konaj, qartu që bon vaki për më ardhë me unë gjënësob, një pleqnar cili donë me e bon punën si duhet me folë me 50 vetë tjerë, me miqë, të larkët, të ngatë, me dashamir, me këshyrë, apo mundet me gjithë thelbin se qka është. Qka shkaku me ardhë se ti ke shumë herë dhe kom ardhë në situatë ku ka thonë, jo, ta s'kan pas kur, ka tres, o ardhë puna ta prapë. Po kur e kem zbulua situatën, nuk i shkon ta prapë, po kon ka tresa para 7-80 vjetëve, dhe këti djalit ju ka pjekë në dorë, dikush i ka thonë sobë, atë edhe o ardhë në situatë, e cila pas 70 vjetëve o të zjera jo gacë. E dyta dasia mes gjyqit edhe plesnis është se gjyqi e krye, e dënon, edhe aj është i lirë pasi të krye dënimin me dalë në rrugë. Me kanun, i cili ka me konë sa të egziston kombje, dhe nuk jam për ata me kanuni sot me konë, që kem sot ka darzoti edhe gjykatë që juriste e të tonë, po traditës mu dishme e shuk, mos koft pajtua aj me këtë familje cilë në konën bele, aj nuk është i lirë edhe që një pas bon 30 vjetë burkë. O dasht me unë gjënësob dhe mu marrvesh me sobë. Këtu është dallimi pse pleqnari donë me zhduk qatë problem, me i pajtua të dy familje, edhe mos me pas më shumë problem. Gjykatësi donë me marë juridikisht, me mbyllë punën me ato dënuamin, se ai e din me person, që tu është dasia, se gjykatësi shkon me person që e ka krye punën, e pleqnari shkon me shkakun cili o ardhe i të kryeja veprës. Qashtu që une tash po thomë, shqyr zotit, edhe kisha thonë që inshallah rinia jonë nuk merret me këto punë pleqnis shumë, se ish dasht mu knaq nane pas krye gjyqi atë punë që individi me kanë përgjegjës për këto punë, jo tash me hje keq vlau e djali, vlau të baba e familja komplet, por na jem hala një gjak, cilë jem rrit që tu edhe një ko, fatë këtësis edhe një ko, kanun lirë duhe që një qëtë më shumë përpunon se para 70 vjetë. E qëfar metoda ka përdora i pleqnari, ose qëfar denime ka dhonë për fajtore? Qyre, gjithë cila pajtes që nuk dihet fajtori edhe nuk vlerësohet, edhe nuk dënohet fajtori, nuk ka marim. Po, në koftë konë ka tresa, ajo e ka pasat peshen e vetë. Edhe me shëriat, po edhe me kanun, po edhe me tona ligje tjera, thot, shpljaku për shpljak, syni për syni, dhomi për dhom, huni për hun, vara për var, gjaku për gjak. Për grua dy. Për grua dy gjache. Ta shumë të me njës për kësaj më të prame si e thash. Pse për grua dy gjache? Edhe kur? Jonë në kofshin kap dy vetë, dy persona, dy familje, dy fise. Në pas qillua fisnikja malsore aty,
ka pa që du në mu vranë në zveti, në këvdala jo ka thonë në dorë të zotit e të mijat në besta me nini, në qatë moment në këvd vra gruja, për atë grua du të mu dzirë dy gjaqe. Një gjak i takon me dzirë burri, një gjak i takon me dzirë familja. Se e ka vra personin e shpis, po e ka vra nërën e gjinis gruas. Për këtu kanuni e ka lënë tha për grua dy. Edhe ku lype dy gjaqe? Në këtë vra që jo gruja që jo vra 7 zonë. Në paqin shtime thmi në barkë, në vorë, o dasht kajnë vorrit me e ba një birë dvogën, sa do dvogën, me lanë qelun. Ne pas lanë qelun që atë birë, familja cila e ka shtin dhe që atë grua 7 zone, ata jonë 2 gjatë që jonë ra. Mos e pas lanë, o shkua për një gjak. Kjo është kanuni. Po këtë e ka dhe shëriati. Këtë dënime ka shëriati. Dënimet jonë të ndryshme. Se ke vara është raha, vara edhe gjaku. Gjaku shkon dhe 50.000 sotit. 50.000 euro sotit, pej 50 dhe 53 euro. Me shëriat janë 99 deva, me kanun të lek duka gjindë janë 300 desh. Sot kur t'ja qitë i shlapë, dy ku dalën 50 dhe 53.000 euro shkon gjaku. Gjys gjaku të shkon 25.000 euro, vara shkon 12.000 euro. Aty shkon edhe martesa. Që ka bo leka? Kanuni, se leka ka pru, po ata populli e ka lërsua që në ndaq me njerëzua një qik dikujna, po duesh me lujt në me ftyr dikujna, të ka ardh, të ka barazua me varë. Edhe sot martesa cilat do të shkunërizohen, cilat jonë me fajt burrit, ajo grua ka të ndrejt me marë martesën plota, ajo martesa plota është diku 12.000 euro. Mos pas prapavi morale. Pas prapavi morale mundet me dalë dhe dy gjakut. Dhe e në gjys gjakut. Dhe në gjys gjaku e gjys gjaku është 24.000 euro. Ka pas raste, unë kom pas raste ku e kem rahen e kem konsiderua gjys gjakut. Në koftë kanë që e ardhë dikush në familje, e ka poshtruat atë familje, e ka ra personin dërsys gruës, dërsys fëmijëve, me një urrejtje të madhe, ja kem dhonë peshen e gjys gjakut. Ka pas edhe në koftë korit, në tubim, njeri që jem nësot që to, i ka biku, janë 4-2 vetë, ardhe i ka sjell në prezencë burrave, edhe kjo dënua, kom pas rast ku kem dënua dhe këtërina gjys gjakut. Po ka pas raste ku gjakun e kem ullë në gjys gjakut. Vrasjen e kem ullë në gjys gjakut. Për shembull, në komunikacion sot. Unë kom thonë dhe më heret, po di bëvaki edhe në misionin juj, kom kyç një rast, dhja kom kyç, po edhe në koftë kyç e mundet mu jetë. E ke pas rastin ku një bab e ka pas fëmin, vetëmin djalë pas 4 qikave, edhe o kom përdore arnjo me kërë, edhe ja ka përfshinja djalin, ja ka qua diku 20 metra, po nuk o kanë me hiri, nuk ka pas kasta, nuk i di, kur jem bledh, ky e ka pranua fajn, ky në lane e burrave, unë jom konkurentari Këshillit Pajtimit, edhe tash i kom vetë ata, kush nuk ka patentin për ju, tha nuk jem asnjë, na ishim diku 12-13 vetë, ton i kishim patentat. E shoferit. Shofera tash,
duhet pak me ecë në atë tjetër mënyrë dhe dhimbje madhe, po e mra në gjyqakut, i ke marrë 24.000 euro, e ke pas një jurist me ne, edhe kur i ke marrë paret, i kem thonë babës djalit, po, kina ke thonë, këta jonë, që ku është vlerësimi, ati ka shkua lëtë, tha, ju më në gjallë të dhe njëherë në djalin. Se më kallëzuet që ka dikush që po kujton për mua, po tha unë ato pare s'doa mi marë. Që, tha, kryetari i këshillit është që aty, në cilën kom bes, që është juristi, kini më shkua në bankë, me këshyrë mundësin e bankës, këto pare mi shti, ne me ndjalit tem, mu dhonë bursa jetimave komunë, që jonë, me aj fond më shkua, me 1% shumë të vogël, që me mujtë më qarkullua më u këthyje, edhe mu dhonë bursave. Në zani bes, tash diku 60 ose 70 në zonë, sa qas jetimave, diku ka 100-110 euro, po i marrën bursa. 20 herë baba i ati gjallë më ka thonë, faliminderit më rëbur, tha, më një pat kjo falja jame se ti kisha edhe 2 djelë. Se kjo ka me vazhdua edhe pasi deki une, edhe pasi ti shdjek djali jam. Që në fatkeqësi dikujna po dalën edhe do punë të mira, kush e drejtohet në atë mënyrën e mirë. Kem pas raste ku gjyqi e ka dënua njerin me 15 vjetë burg, rasisht o të zbulua edhe adin së qyshe kem zbulua në plesht, jonë katrua 2 vetë tjerë. Kojshit këtynet, këti që e ka vra, edhe në ta shem shkua, edhe aj po thot baba i djalit, rasisht, baba i njëri, aty njëri për këtyne pleshve, po thot po, veç dua Bajrami Bishim me mbabi. Që nuk më ka Rahmoni Faj. A di krejt rasist të ardhë. Jem shkua e kem kap, a bojsh be jo, s'mundi me ba be, tha s'boj be për kur gjon. Tha, po s'mu ka lyp beja për shumë punë më të mdha. Tash kjo puna më të mdha, duhet me shashit pak se qka është. Jem hi atërna, ja kem vu rrethin. Si plesht, diku fol me miqke, diku ma atëna, diku pse s'po ban be kyje, pse s'po donë atëre këte. Jem barë, e kem pru në qatë rreth, i cilin e kem shti, me ban be, a ka hile në vrasën e ati personi që është. Po, tha du me ban be. Mirë. E kem pru, sop, edhe ja kem dhënë urën. Kemë shka me pru njërin për djelve, keme e ban një birë në tokë, keme e pru një gurë, djalin cilin duash për i ki 4 djelë, për cilin duash për djelve hajde, me rehi qakmishën, silja rreth që ti gurit, edhe shtinen që të birë, qitja gurin për sipri, edhe keme thonë, ja rabin pa që hak hilje, për vrasën e që ti personit, ma bon zoti që të thmi si që po bon që ky gurë që tu. Ajo është njëre pej metodave që plaku të smundish me i kur do në plaku më ka një serios. O ardhë dhe në atë moment kur ka dasht me ju afra gurit. Kur ka dasht me ju afra gurit, e ka bon zoti gurë. U zi, u prish, peshet djalin që ka duhet me bo me ta, e din ka që është dores, edhe ka thonë, tha, burra në bez zotit edhe juën për sot, tha, unë jam vrasësi. S'pat guzim. Tha, unë jam vrasësi. Atëna është kua procedura që është kua, ajo është kua, bon, dykimirije, ardhe, po mirë,
ati të vonashi ato e lëshuan, ky për shpërblim atina ja morëm 2 hektar tokë, u krya jo punë mirë, po adin plaku shumë është me rëndësi kur don plaku, kur merret seriozisht me plak, edhe ka mbështetjen e atij që e çon plakun. Aty që e çon plakun, edhe plaku cili shkon në emën të Allahit, me i krye punët e jo në emën xhepit. Se kem flet sot shumë, cilë merret vesh me ty, a do me ta krye që të punë po, unë i dua që kaq, e me hin ta. Ajo është plak i shitun, amanet i Zotit, para opinioni po thom, qata plesht, mos të hinë, se i marrën qafqit. Baca Raman, sa është i vështirë për ju me qenë në për kësi probleme nëse kishë mujtë me qujtë? Kur jom, mos parit, kur jom shkua, që jom caktua isha i ri 74-ën, ish bon një vrasje që aty një katundit tonë, të dajtë e mi. Edhe unë u caktova si plak, që isha atër kryetari i njës komunës, jom shkua të migja jem, edhe i kom thonë, thash, migjë, unë jom i caktua me në qita burra, po edhe ti ke me konë që aty, edhe qashtu edhe konë. Thash, unë me burra kom nej edhe po rri për gjithë dit, po me veprua në burra, thash nuk e di. Tha du me t'i thonë 3 fjalë. Thash fol. Në kofshën gjendje, thash, në sopë burrave me hi, aj që është i lëndu me të sha nonën e ti mos me reagua, tha hin to. E dyta, tha në kofshën gjendje me e pas altin pas shoke e aj që i lëndu me afrua me të dhonë shu plak, not burrave e ty mos me tranë mendën që e ke altin, tha mos hin to. Edhe treta, tha mos kofshën gjendje, me bajt barën e sopë cila e bje vendimin për me mbrojt identitetin tëtë edhe ftyrën tëtë, tha mos hin to. Për me konë plak, i pa konjtë jo shumë zorë. Se ti duhet me punua me shpijet me i krye punët. Aj që i punon me shpijet, aj edhe e ka zorë në kohën e sotit. Do me thonë një dolli që i ka pa dollë Shababinakut. E kanë pathirë më shkuan pleçni në plavë atje në Gusi, edhe aj po i thot grua, bo mi gati tesha, se atë qashtu edhe o konë, edhe s'ka pas grua, po hejo, janë thirë gratë, pe i dashnije, jo pe i vrejtje, po pe i dashnije, se mi thonë rush i keshin halku, po hejo, konë diçka tjetër. Atëherena, thot bo mi gati, se do, edhe i thot thuju mashkujve të me bojnë gati kalin. Edhe ajo le, ja qonë kaftjallin, për me aze ujtëm, ja bon gati tesh atër, si që konë adet se s'ka pas atër në luksuzin e sotit. Edhe ajo pe e pret një ko, po ajës po vjen. Edhe ajo do më shkua me e thirë, hajde që ka u bo me ty, se të sendët ftofet huja, bo diçkatin. Aj tha, po përtet në sobë, jo, nuk vish me mua, jo ty ben të marrë, jo s'vish, jo s'të marrë, jo nuk vish me mua, jo s'dush marrë me mua. Kjo thëtë, subhanallah, kush hipi thash se unë me marrë dikur shkallëve, e kisha pa, më kishin kalzua gjindja që erdhen dikush musafirë në otë, se s'ka mujtë ati. Edhe ta shafrojët në birë, tres, derë, pe këqyrë, ashtë kush, se në kone të, ta shu thonë shpiun, ka atër na jonë kone, kanë pas gjithë cila sobe, ka pas që ke mujtë me ditë, koha konë që asojtë. Këshyrën e të thët, ky përshetha i ka që duhet për mbasa dhe për bërtet, jo, s'të marrë me ty, be nuk mund ishtë marrë me mua, jo s'të marrë me veti. Kjo e qëllderë dhe thë Shaban, a i hangru, mos ke lujti, thët jo pasha zëtës kom luja, një që kanë gjithë kjo brimë.
tha mu ka kap konjtja me pas meje, tha une po mundohena me da, ajo s'po don mu da, tha ne qofsha konjtën në busi, tha ka më shkua ftyra joqi, ka më shkua ftyra mua si plak, po ko me korit ton pleqnin e krejt Dugaxhinit. Qaj plak që punon pa konjtje, e ka zor, po e ka punën e mbar. Qaj plak që ka konjtje, edhe sa një cingare duhon, aj nuk mundet me ba punën mbar. Se që peqë ati që jemer një cingare duhon, aj duhet mja pak mja dhanë krajin. Edhe sot, unë petë po thomë, zotit shqyr, nuk ka shpi që se ka një me fakultet, në këtë ko nuk bolazem në mu marrë me këto të mërë, po ka edhe sot për gjithë ditë ke që so punëve cilat dalin, me që shalat për gjithë ditë sa më pak. Sa më pak. Cila kish me qenë porosia juaj për fund? Mos parit një kisha porosit të rinin tonë, e cila të din që mos dit kush janë konë prind të sajna, ajo s'ka me dit kush ka me konë nesër. Na duhet me konë shqiptar, me gjak shqiptar, me vepër shqiptar, me gjuhë e kulturë shqiptare, po me marë traditën e punës atyne që e kanë zhvillua shtetin shumë. Por jo me shkua me hargjit na ndjesën atje, po me hargjit ndjesën tonë për me ba të ardhme në fëmijëve tonë. Është një, edhe dyta, shkollë edhe vetëm shkollë. Shkollë qilësore, shkollë ndrentimshe, që din me veprua sot me lanë fërkem për nesër. Se jeta është një bashqe, e cila mbjellet, nuk shitet kur gjo, po e marrësh me veti, ajo jetë. Qajo pëm ish dasht me hongër une, po mi alonë në dikujnë me hongër edhe nesër. Edhe në fund, mos pas tjera pyte mundi me gra, të shkon kjo si mesele, dy semte cilat kanë ndodhë në sobë, e para është, tha ja dha neren cingaren ja dha vetë veti. Ishim në një tubim, dasëm, një plak që shtu si kur Baca Bajrom tash po i thomë aty, e ka pi duhonin shumë, edhe ja gjujnë halë këtë duhonin, edhe e qetë cingaren mas veshit, por kongatartë mire, bësa ljo dhe merë ke gjumi ka i pak, shkoj ke kryet 2-3 jena, një mas një kohë, ajo cingari bje i randë prenë, a i tha faleminderit bura ju rritnera qaj që ma gjujti cingari duhonit. Se ja ka qitë vetë veti. Edhe dyta, ajo ka ndollën në Bëgjof, ku jo ndajtë e mi, gjyshi jem shkon musafir. Ishi kon bledh një farë, jo bashkë rasisht, po bledh një ishlihat atër në një pleqni, edhe ata e shohën ka po vjen gjyshi jem edhe merën vesh sobë, me ja gjujt të ton kutijat e duhonit për një herna. Edhe kjo një shkollë për këta tritë nda që në me marvesh. O, në bisën a erë dhe sharëm, ja gjujnë të kutija, tash, me këta du me pa, a është i meqim, a do në me majtë men, si kush ja gjujtë i kutijat. Edhe e shet që kjo është shërë sobe, shaka sobe, po, edhe i merë ato, në kam blerë diku 2-13 kutija, duhon, edhe i merë, e pështel njën edhe lje këtu. Edhe tonë rëndë, masi ti pështirë tonë cingarë ti dhe këtu, kutijat këtu. E ti kapa të kutijat ti jua tonë pas dere, ka një njofë. Tha qonë ju e merë një gjithë cili tjujat. Porosia jeme është edhe këtu, rinjistojnë të ti këqyrë gjithë kush punë të veta, se pasha zotën në marshën me punë të uja kur për para s'keme mujtë më shkua. Baca Raman, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit edhe pe jush, jam i gatshim kur do doni pe shosi ini një televizion cili po doni me lanë diçka që kanë pas këta partë, kur do doni në gjysë natë, në gjysë për kapacitetin tem, jam i gatshim edhe muni mua, po edhe me javdhan kontributin tem. Arnofshi, javdhash zotit
punën e mbarë.